thuhet që Perëndia pati mëshirë për këta njerëz që e pranuan mëkatin, kërkuan falje, i besuan Perëndisë edhe shkuan drejt Perëndisë. Edhe na thuhet që Perëndia pati mëshirë për ta, edhe i fali. Kjo e vërtetë që ndron edhe për ne. Perëndia është një Perëndia biblik, është një Perëndi i mëshirshëm që fal mëkatet e të gjithë të penduarve. Në qoftë se nuk je penduar me pendimin e sinqertë, nuk je penduar edhe nuk ke treguar mëkatin tënd, mos prit për një kohë tjetër. Shko drejt Perëndisë, duke kërkuar, duke rrëfyer, duke besuar edhe duke u përkushtuar për të ecur drejt Perëndisë për të bërë vepra të perëndishme. Zoti